margaritar tjerë, me të cilët shpesh kritika ironizante, duke i thënë se po merret me gjëra utopike dhe të randit të dytë. Autori i fjalëve, siç e quante ai veten, kishte një emër domethënës, Ibrahim, ose Brahim, siç e quante nëna e tij, Lokja e Madhe Sofa, dhe një mbiemër për lakmi, Rugova. Sa mirë tingëllonte ky emër dhe ky mbiemër kur shqiptohej nga të hujt në Paris, Bruxelles, Bonn, Oslo, Rom, Vatikan, Lisbon, Madrid, Bern, Sofje, Shkup, Beograd, Ankara, Zagreb, Ljubljana e tjera. Ai ishte i vetëdijshëm që me misionin e tij prej prisi politik të Kosovës, duke luftuar për lirinë e tjerëve, ja paticionuar lirinë vetvetes. Nuk mbahet mbend që dietari Rugova të ketë komentuar as me një shkronjë kritikat e ardhura nga të tjerët, edhe ato dashakeci. Fliste për dardha turshi, darkën e lamës, karrocën e lire, akulloret me tomull, mollit e ujit, qenin e sharit e shumë margaritar tjerë, me të cilët shpesh kritika ironizante, duke i thënë se po merret me gjëra utopike dhe të randit të dytë. Në prezencën e tij kur nuk ka lejuar të flitet keq për të ujit dhe për qeveritë e tyre. Rugova, ai i qeti, i urti dhe i buti, reagonte pa pardon duke mos lejuar tema të tilla. Thonte se nuk na takon të flasim keq për Amerikën dhe Evropën. Amerikani për Amerikë ose Evropiani për Evropë mund të flasë dhe të kritikoj. Por neve nuk na takon në asnjë mënyrë, i kemi miq dhe kemi nevojë për ta. Në takimet me të hujt fliste për plantacionet e rrushit në Ravec, mineralet e shumta të Kosovës dhe kapacitetet burimore energjetike të Thëngjillit. Dhe shpesh thonte Kosova mund të prodhojë energji elektrike për gjysmën e Evropës. Rugova ka pas një pamje të veçantë, ka qenë vital dhe ka pasur trup proporcional, ka ecur shpejt me hapa të mëdhej, hapa të cilët unë nuk munda kur t'i arrija. Për ta kuptuar më vonë se Rugova ishte çdo herë një hap para të tjerëve. Mendoj se edhe sot, me shumë kohë në të ardhmen, hapi i Rugovës do të jetë larg hapave tonë të shpeshtë. Motoja jonë prore duhet të jetë në hap me Rugovën. Kryetari ka bartur flok të gjata dhe jo fort të paluara. Kur i thosha se duhet t'i kre, më thonte le Adnan, le se shqiptar duhet me pas kryetarin e Gaxharelt. Rugova ka kërkuar dhe ka punuar për liri, pavarësi dhe demokraci të Kosovës, me një ndërmjetësim ndërkombëtar sipas kalimtare. Protektorati i përkohshëm ka kërkuar NATO në administratën ndërkombëtare. Ai për herë të parë ndërtimin e rrugës Kombit e përmendi vitin 1993 dhe e quante rruga Prishtinë-Prizren-Lezhë. Krejt parashikimet e tij po i shijojmë ne sot, parashikime këto që për shumë kënd ishin të parritshme. Në kohën kur ai për herë të parë i thonte dhe me një ritëm të urtë dhe të kuptueshëm i përstëriste në publik. Çdo herë njerëzve u drejtohej në emër, i ka ditur dallimet ideologjike, partijake dhe politike që i kanë pasur njerëzit, e ka caktuar dhe pas bisedës që kishte me ta, ndryshonte çdo gjë. Pas takimeve të tilla njerëzit thonin se kanë pasur krejt bindje tjetër për Rugovën.